Mi për vajzës e për djalë. Ju keni vajzë apo djem? Unë kam djem. Si është më mirë? Të kesh vajzë apo të kesh djem? Më njësoj, unë nuk i shoh fëmijët si domethënë që duhet të përfitoj diçka për tyre. Kush thot që nuk e ndjen gënjen? Se dhe ai që s'ka djalë do djalë, dhe ai që s'ka vajzë do vajzë. Unë nuk i dalloj do të dy një lloj kam, po kjo është e ditur dhe është e gjendur që vajza gjithmonë bën shumë për prindin. Kush bën më tepër pas jush? Vajza apo djali juaj? Tash djali është i pamartuar dhe bën më shumë për mua. Kur të martohet si gjithë të tjerët? Unë kam 3 djemë dhe një vajzë, jam e kënaqur dhe nga çunat, po vajzat janë më të mira. Si është më mirë? Na çan një hall më shumë me vajzën se sa me djalin. Se është nus janë në mes. E dua shumë vajza, kam 4 çuna, 4 nuset, 3 nuset mrekullueshme. Unë komentoj këtë që kush ka fëmijë ka botën. Si vajza dhe djali. Kush ka fëmijë ka botën. Është vërtet. Mirë, jo më kot ne kemi ftuar zonjën Liliana dhe zotin Faruk këtu, por nuk do mbetemi vetëm me këtë çift të mirënjohur shqiptar, do të plotësojmë pjesën tjetër të familjes dhe do të jetë Ervinia që do të na e sjell këtë pjesë tjetër. Për të parë rolin e djemve dhe vajzave, rolin e vajzës dhe djalit, më konkretisht të familjes Kalleshi. Të përshëndes, Ervin. Amila, nuk e gjithë. Mirë se na erdhe. Në fakt është e vërtet, sepse ju aty keni dy, le të themi, krejarit e shtëpisë familjes Kalleshi, ndërkohë që unë jam me 2 pasardhësit e tyre, por jo vetëm të vetmi, sepse dhe ato kanë fëmijët e tyre. Jam këtu me dhënën Anila Kalleshi dhe me djalin e familjes Endrit. Përshëndetje. Përshëndetje. Në studio është folur për dashurinë që kanë prindit për ju, se si ju kanë rritur dhe se ju jeni krenar për ta. Në fakt, çfarë mund ma thuash për mamin edhe për babin? Kur ti ke lindur, si ka qenë dashuria e mamit për ty? Ke qenë dhe vajza e parë dhe fëmia e tyre i parë? Natyrisht, unë jam rritur në një familje me një dashuri shumë të madhe, jam rritur nga 2 prindër të mrekullueshëm. Prindrit e mi kanë qenë artistë dhe më kanë mbajtur shumë afër si fëmijë më të madh. Është mos normali sepse Franklin është djali yt apo jo? Franki është çuni im. Sa vjeç është? Është nipi më i madh i familjes Kalleshi, pasi kemi dhe një besë të vogël. Është vajza e Endritit. Muajshe, goca e Endritit. Dhe Franki është i përkthjelur i gjyshes edhe i gjyshit dhe Normalisht prandaj. Ja, ktheu pak nga kamera, se po shikon gjyshi. Bëja. Anila, ndërkohë që keni qenë fëmia i parë, ka dashur gjithmonë mami që t'ishit vajzë e parë apo? aty nuk di të them nga... Jo, nuk ta ka thënë për shembull se nuk e ka nënë kuptuar. Jo, nuk di të them, por që di që babai im nuk ka qenë shumë i kënaqur kur kam lindur unë gocë e para, pasi kërkonte që të kishte çun. Dhe di që kur ka lindur Endriti ka qerasur gjithë kafenë e madhe që njifet. Është e vërtetë Endrit? Shumë e vërtetë. Po pse është gëzim i madh për babën? Pse gjithmonë baballarët kërkojnë që të kenë meshkuj pasardhës të tyre dhe jo femra? Përgjithsisht, sepse në fundit vetëm të jetë mirë, është fëmia me shëndet pas ka rëndësi. Ndoshta është pjesë e trashëgimisë tonë, ne si shqiptar kemi atë dëshirën për ta lënë mbiemrin brez pas brezit dhe mbiemrin e trashëgon gjithmonë djali. Por unë duke patur vajzë, domethënë jam babai më i lumtur dhe tani e ndjej domethënë që fëmia është fëmijë dhe nuk ka rëndësi në është vajzë apo djalë. Unë e dua të mësoj vajzën time. Po më një do të vini nga publiku sepse është shumë e rëndësishme kjo që po thua. Madje të gjithë ata që bëhen prindër të rinj, po ata që janë duhet jenë krenar për fëmijët e tyre, qoftë femër apo meshkuj. Anila, ka ekzistuar ndonjëherë në familjen tuaj që duhet shtoheshin pjesëtar, të mos ishet vetëm ju të dy, po edhe më shumë? Ndoshta ishte brezi në atë kohë që çdo familje kishte 2 kalamaj. Do të them ndoshta brezi, por prindrit e mi në fakt kanë qenë shumë të përkushtuar edhe ndaj punës së tyre, ndaj nuk besoj se kanë pasur dëshirë të kishin një fëmijë të tretë, ndoshta. Po ti vet? Unë vetë besoj se kam mbyllur me Franklin, pasi edhe unë jam shumë e përkushtuar ndaj punës edhe nuk e di. Më pëlqejnë jashtëzakonisht fëmijët, do doja të kisha një familje shumë të madhe, por ju qëllon Endrit që të ngjidheni shpesh fundjavave bashkë edhe shikoni se sa e madhe është familja? Patjetër, ne gjithmonë domethënë fundjavat i kalojmë bashkë. Zakonisht shkojmë në Shkodër, ku është vendlinja juaj? Vendlinja jonë, na pëlqen shumë dëgjojmë edhe muzikë shkodrane normalisht. Dhe të diskutojmë, të bisedojmë për vitet e shkuara që ne i kemi kaluar shumë mirë kur kemi qenë edhe të vegjël. Sepse tani unë Anila ndjehemi pak
të lënë mnjan nga prindërit tanë, kjo është arsye sepse janë dy fëmijë tjerë më të vegjël tani dhe gjyshi dhe gjyshja bëjnë më shumë për ato fëmijë dhe ne jemi më të lëndë, domethënë janë. Po gjithsesi është një lëmë për sa i përket fëmijëve tuaj. Anila, ma përshkruaj pak kënaqësinë që ju ndjeni ku jeni të rrethuar gjithë bashkë si familje. Mblidhemi shumë shpesh, fundjavët janë gjithmonë bashkë, ndihemi vërtet shumë mirë. Prindrit është e vërtet që jo se ndihemi të lëmë pasdore, por që janë përkushtuar shumë as fëmijëve tanë. Është një ndihmë e madhe shumë për ne dhe ne i falenderojmë, nuk e di nëse do jemi të Zotit, t'ja është problem ndonjëherë këtë gjë që po bëjmë për mua dhe për Endritin. Jemi vërtet lumtur dhe i falenderojmë shumë për këtë gjë që bëjmë për ne. Anila, unë dua të ndërhyj, nuk e di nëse vetë prindërit e Anilës dhe të Endritit kanë ndonjë pyetje se ti vetë mund ma thuash. Në fakt pyetje jo, por Anila i falenderoi prindërit ndërsa djali jo. Shikon si të falenderon vajza. Endrit po ngacmon Anila, thotë që Anila, domethënë dashja tjetër, po falenderon prindin ndërkohë që ti nuk e bëre këtë gjë. Pse ndodh? Mos ndosha gabimisht? Në asnjë mënyrë. Ishte batut. Unë jam, domethënë, njeriu më i lumtur në botë që kam dy prindë të tillë, jo vetëm që i vlerëson gjithë Shqipëria për arritjet që ato kanë pasur, por që unë i vlerësoj të mirësisht sepse nuk i kam patur vetëm prind, po i kam patur edhe shok në radhë parë. Dhe unë për çdo gjë, domethënë, gjë më kapë. Nuk po bëjmë. Anila, unë jeni të kletë Endriti, ja? Mirë, ne shpresoj që të kemi dhënë më të mirën e mundshme për sa i përket edhe marrëdhënies që kanë këta pjesëtar familje me njëri tjetrin. Anila, unë nga një ambient shtëpie ju uroj t'ja kaloni sa më mirë aty. Faleminderit shumë, të përshëndesim. Do doja të kaloja prapë tek audienca në me qenë se Ervini përmendi një ndër pikat shumë të rëndësishme, unë tha edhe këtu në studio, pse prindrit, pse baballarët duan ndjem pikërisht për të trashëguar edhe mbiemrin në fakt. Është kjo mania që mbiemri të mos shuhet, të mos humb. Mund të kaloj sërish tek ju për të pyetur se sa e rëndësishme ka qenë kjo pjesë për bashkëshortin, të trashëgohet mbiemri. Trashëgimi i mbiemrit. Ka qenë shumë e rëndësishme. Një ndër pikat pse duam djalë. Diskutohet ajo. Juve e keni trashëguar 2 herë, po? Në atë parë mi dha Zoti. Po, mirë, Zoti. Pastaj jam shumë e lumtur që i kam ato dhe trashëgimi diskutohet si të gjithë shqiptarët që i kemi ato mbiemrin patjetër. I rëndësishëm është. Mos na iki. Por edhe vajza është shërbet për baklavat. Kënduam. Ndiem kam i rëndësishëm. Të mërojnë, jam shumë e lumtur. Mbiemri i rëndësishëm? Çun kam të madhin, kam të 2 goca. Po çunin e dua shumë, njësoj si dhe gocat. Mirë, nuk ndahen ato, po. Sepse çun deshi. I rëndësishëm për të trashëguar mbiemri? Shumë i rëndësishëm. Për ju? Shumë i rëndësishëm. Se ka qenë rëndësishme kjo pjesa e mbiemrit për të trashëguar, për të mos u larguar në fakt edhe tek pemët gjenealogjike, aty ku lindin, aty ku në pemë kalojnë tek në familje që ka vajza, ndërpritet aty nuk vazhdon më. Nuk besoj se është çështje e trashëgimit, është çështje maskilizmi. Maskilizmi. Dalim tek ajo që thamë që në fillim. Pse? Okej, marrim Kleopatrën, e famshme, e madhe në histori. Asnjë nuk e di që është vajza e Ptolemeut. Njohin Kleopatrën tepër se babai i vet Ilirik. Ptolemeu ishte ilir, jo grek. Mbajmë mend Kleopatrën, nuk e mbajmë mend prej Atit, e mbajnë mend prej Kleopatrës. Pse? Sa ishte e madhe. Teutën, mbretëresh në famën e Durrësit. Asnjë nuk e di kush është babai i vërtet i Teutës. Mbahet mend Teuta. Shote Galica. Mbahet mend si gruaja e Azem Galicës, po mbahet mend si shote Galica. Si shota e famshme, e vërtet. Nuk ka të bëj shumë nga vjen. Edhe femrat personalitet sot. Ka femra, e tha, bashkim tani. Ke të famshmen ish kryeministren e Britanisë Madhe, Margaret Thatcher. Nuk mbahet mend gruaja e kujt ka qenë për të mos bërë paragonizëm mes shqiptarëve dhe të huajve. Është personaliteti i femrës, ai që vendos kush është femra në vërtet. Pra sot, po të Faruk, çfarë do shtoni? Në lidhje me këtë që foli parafolsi, unë do thosha, kjo mbetet tek ajo që ka lën individi, qoftë mashkulli, qoftë femra. Për shembull, Vaçezela është Vaçezel, ama po të përmendim edhe tjerë, Agim Fagu është Agim Fagu. Ka plot. Domethënë, këto janë personalitete që lajnë gjurmë. Edhe pikërisht, ja, nuk ka të bëj. Pikërisht, po mentaliteti ose zakoni kohës ishte do bëjmë celebrimin, po ishte sigur do merrte mbiemrin Kalleshi, ndërsa sot në demokraci të pyesin atje,
do mbi emrin e vajzërisë të familjes tate, apo që mund të trashëgohet. Sot pra kanë ndryshuar raportet edhe prandaj edhe sot atë si tha bashkimi në këtë kohë moderne, domethënë jena të barabartë. Me qënë se jemi në minutat e fundit, diçka për të shtuar që nuk e kemi thënë deri më tani, zoti bashkim? Jo, kjo ka të bëjë edhe me pronën, me atë lidhin ngushtë me pronën. Unë për mendimin tim, që mund të kemi prona, për mu njësoj si qunit si gocë. Unë nuk jam dakord me marteset që banë Arabi, që banë martesa mëna. Brënda fisit. Brënda fisit, kja gja, edhe jashtë nizit e të zotit. Së fundi, për të shtuar diçka? Asgjë. Zonja Liliana? Në falit fundit? Asgjë, u kanë të gjitha. Po? Rofshin gocat. Rofshin gocat. Me këto bëni programin për ditën e sotme. Rofshin gocat. Ju falenderoj që keni qëndruar me ne për më shumë se 60 minuta. Nesër në orën 5 sërish këtu, falenderoj të ftuarit që na kanë kënaqur sot në pranin e tyre, publikun dhe sigurisht ju kujtoj që nesër do jemi sërish bashkë në mbrëmje të këndshme. Mirupafshim.